Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër episod Koha për të folur. Dhe sot me ne në studio është Elvis Nureddini. Ç'kemi si jeni? Përshëndetje. Dhe Steven Montgomery. Përshëndetje. Gëzohem shumë që u kam në studio sot. Është shumë kënaqësi për mua edhe mendoj që do kalojmë një kohë shumë të mirë bashkë duke folur për konferencën që në fakt do bëhet në datë 2 maj. Po, do jetë me 2 maj. Okej, a mund të më tregoni pak për konferencën? Po. Pak shumë emri I kësaj konference është Momentum The Send Kosovë dhe Shqipëri, edhe po kjo është emri I gjithë këtij eventi që do ndodh me 2 maj te Pallati I Kongreseve. Po. A kemi një audiencë specifike që po përpiqemi të arrijmë apo është thjesht pra kemi një grup moshë të caktuar apo është e hapur për gjithë? I would say it's open for all, for sure. We would love for all ages. Generational mix is the best. And then of course it'll I think be very encouraging for the younger audience, but really it is for all. Yeah. So, but we would love to see the young generation really show up. That'd be awesome. Yeah, that'd be awesome. Mendoj që zemra është e gjithë kisha e Shqipërisë të vjedhë të bashkohet, po është ashtu siç tha edhe Stivi që vërtet ky brezi on I ri të vjedhë të bashkohet te ky event, sepse ne jemi ajo gjenerata që duhet të bëjmë një step up, domethënë të ecim përpara me Perëndin. Edhe kjo është ajo dëshira jonë që nuk ka rëndësi mosha, por ka rëndësi domethënë që vetëm ajo dëshira, zemra për të ardhur, po. Që mendoj, po, e gjithë grup mosha do ishte. A keni ndonjë dëshmi, ndoshta nga të rinj që keni punuar ose grupet që kanë ardhur, që kanë thënë unë prandaj po e bëj këtë gjë sepse siç ti the, zemra, dëshira mbas kësaj, ose edhe thjesht që po vin unitet me dikë me njerëzit, ne si kish ose ne si organizim që po bëhem, ja kemi pas një dëshmi të tillë ndër të rinjt? Po, kemi shumë dëshmi edhe ne faktikisht edhe I ruajmë këto dëshmi se skuadër që të shohim domethënë edhe në vitet më vijim që oh wow, vërtet Zoti ka punuar shumë. Yeah. Edhe kemi shumë dëshmi të miqve tanë shumë ngushtë që janë është një moment që unë vi aty vetëm për të patur një eksperiencë, se di, po shumë njerëz kur vinë aty ndoshta nganjëherë ato marrin thirrje për jetën e tyre. Për shembull një ndër miqët tonë shumë më të ngushtë, ajo mori një thirrje për mision, edhe ajo pastaj më vonë erdhi me ne për një mision shumë të shkurtër në Turqi. Dhe ishte hera parë për atë që të shkonte në mision, edhe është thjesht super që e shikon që në këtë event nuk është vetëm adhurim, nuk është vetëm diçka, por është ti mund të marrësh një thirrje, domethënë Zoti ti mund të flas aty edhe nuk e di se çfarë, nuk është se ka expectation, pritshmëri, ti vetëm vjen aty dhe pastaj Zoti bën atë të vetën. Ose njerëz që thjesht vinë të takojnë me prezencën, dashurinë e Perëndis, shërime, edhe ka shumë dëshmi që njerëzit kanë ardhur, edhe janë shëruar nga shumë smundje, edhe ka pasur akoma edhe më shumë dëshmi, nëse mban mend një tjetër si. I mean, one young man in particular, I think has an incredible story. The first momentum that we did, and this kind of momentum is something we've been doing for the last 3 years, and that's that first part of this name, Momentum and the Send, Shqipëri dhe Kosova. That first momentum we did, this young man, he came and he had this really, really deep, profound experience in the presence of God, to where it impacted his heart so much that he felt the Lord really bring his heart back to his dad. And his relationship with his dad was brought to a deeper place of wholeness and healing, and it was transformational for his connection with his dad. Yeah, and it had real life implications for him. And now he's now done missions. He just did a discipleship training school, and it was a very impactful moment for him. A couple years ago. Yeah. Edhe në fakt kjo është shumë inkurajuese kur e dëgjon, sepse këtë ta bën prezenca e Perëndis. Kur ti rrin prezencën e Perëndis, ti shërohesh, ti më këmbesh, ti vjen në vete fuqia
restauruese e Perëndisë, rigjeneruese, e njëjta fuqi na thot në pastorin Kish që ngriti Jezusin për së vdekurit, është brenda teje Amen, sot po. dhe të ngre dhe ty. Është ajo fuqi që ty të ngre kur ti ke nevojë për ndihmë, kur ti ke nevojë të shërbehesh, edhe ndonjëherë prandaj është shumë e rëndësishme që kemi vetëm ato kohën tonë me Zotin ose shkojmë, prandaj është e rëndësishme kisha ose prandaj është e rëndësishme ndonjëherë kur bëhet takime që të jemi bashkë me njëri tjetrin, sepse është ai momenti ku ne futemi kaq në prezencën e Zotit dhe aty Zoti merret me zemrën tonë në një farë mënyrë që ai merret çdo ditë me ne. Por është tjetër gjë kur ti je në prezencën e Perëndisë me njerëz që duan Perëndin, që adhurojnë bashkë me ty, edhe është thjesht shumë bekim. Yeah. A keni një, mund të them, duke qenë se kur planifikojmë ose organizojmë më mirë një konferencë, nuk është, jo çdo gjë ecën vaj, gjërat janë pak të sikletshme ndonjëherë, po gjërat organizative, merresh me njerëz që thonë, jo sot, po jo nesër, po jo pas nesër, po jo se ky orar nuk është i mirë, të gjithë e dim se si funksionon. Cila ka qenë disa nga sfidat tuaja që mund të them, edhe ndoshta janë kthyer si një dëshmi që ja dolëm edhe kësaj, e zgjidhem edhe këtë punë. Po. Unë mendoj një ndër sfidat më të mëdha, për mua ka qenë se unë tani po punoj me pjesën e logjistikës, se si të cilëlim gjithë kishat ose gjithë pastorët, gjithë adoleshentë të rinj, edhe se si, domethënë, si mund të sjellëm gjithë bashkë në një dallë që të funksionojë për gjithë, edhe diçka që ne kemi bërë tani që ajo na ka ndihmuar disi, ne kemi hapur një call center të vogël ku jemi 5 shqiptar, edhe ne kemi marrë gjithë numrat e pastorëve shqiptar, organizatat që janë këtu në Shqipëri, edhe thjesht po bëjmë ftesa, hey, duam të ju ftojmë të ky event. Edhe ajo ka qenë një ndihmë goxha e madhe për ne se, okay, si mund të ftojmë ne gjithë, edhe kjo ishte një ndër ato se si Shqipëri ne duhet bëjmë ftesa pak më direkte që hey, duam të ftojmë ty, edhe kjo ka punuar shumë mirë me pastorët shqiptar, edhe po thjesht se si mund të marrim gjithë pastorët, kisha, të rinjt, organizatat, se vërtet kjo është ajo zemra, duam të gjithë, po si mund të ftojmë. Po. Çfarë është një mësim që keni nxjerrë ndërkohë që keni qenë duke u përgatitur për konferencë? Diçka që në përgatitje sipër keni thënë mësova dhe këtë gjë dhe është një gjë që do t'ja shtoj jetës time. Wow, okay, kjo është shumë e madhe. Po, unë mendoj që çdo ditë po mësojmë ka një gjë të re. Edhe thjesht po mësojmë që ne duhet që të peshojmë më shumë nga frymashënë. Se ne nuk mund të bëjmë dot asnjë gjë. Të drejtohemi më shumë nga frymëja. Po, thjesht të lean on, si është ajo që të mbështetemi, të kapim krah me frymën e shenjtë edhe thjesht. Okay, ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë pa frymën e shenjtë, nëse edhe për pjesën e intervistës, nëse ne nuk mbështetemi tek ai, kjo nuk do ndodhte, edhe ishte domethënë mrekulli që edhe kjo intervistë po bëhet. Po, është thjesht ajo që sa më shumë gjëra po bëjmë, aq më shumë duhet të mbështetemi te ai, sepse vetëm ai mund na jap atë drejtimin e duhur, sepse zemra është shumë e madhe, dëshira është shumë e madhe, por pastaj ne jemi njerëz, jemi mish, kështu që mjafton që ne të mbështetemi sa më shumë te fryma e shenjtë. Edhe ai pastaj do jetë ndihma më e madhe për ne. Yeah, I would agree with that. This is bigger than what we could have tried to do on our own. Yeah. And I think in a way it's like, oh God, this is from you and we really need you to be able to do this. Yeah. I mean, a big challenge as well is that we're not a big wealthy organization. Yeah. We don't have a lot of money. We have very little money. And to do something at the Palati Congressive, to do a bunch of events, we're doing a bunch of events leading up to it. And then right after it, we're doing 7 days in 7 cities of just sharing the gospel, dance and song. So that's right after it. And then that main day, I mean, speakers are coming in from around the world. Bands are coming in from different places. Yeah. It's a lot of money. Yeah. And we're like, I no joke. Like I remember when we felt like, can Lord, I know how much this sums up to be? Yeah. It's around $80,000 US, Yeah. $76,000 US. Yeah. And so when we were like, Lord, I feel like you're calling us to do this. This is awesome. And then you start really thinking about it. You're like, I don't know how it's gonna happen. Yeah. But you know, it's that you start seeing the receipts. You're like, Yeah. Okay. There's a little bit of that, like, how's this gonna happen? Yeah.
but God, you are so faithful. Isn't this what we read about? Yeah. And isn't it what is supposed to be our life, that you call us to things way beyond ourselves? Yeah. And that this is just about trusting you. Yeah. And so like that's really cool. And also then you have that side of you too that's like, I don't know how this is gonna happen, you know? Yeah. But then but the Holy Spirit comes in and he gives us that faith. He gives us that passion, that fire in our hearts, and that faith to understand that like God's gonna come through. Yeah. And I tell you, it has been so neat to see the money just coming in. Është dëshmi e gjallë. Yeah. No. Ja, po. And so then that's as well. I think the two biggest challenges is the people and the money. Yeah. We can see the people come together, Yeah. and then, that is massive. And then the finances to obviously Come in, yeah. bring the, you know, to serve it. Po. So. Po. Ato kanë qenë dy ndër gjërat më të mëdha, specifikisht me parat. Unë mbaj mend kur ishim se ne po ludhemi çdo javë si grup, edhe mbaj mend që një ndër ato takimet ishte, okay, po ludheshim edhe po pyesim, okay, Zot, sa do që ne të mbledhim për këtë, që t'jemi realist. Edhe vetëm kur Stevie thot, ndej që Zoti thot që duhet ngrem kaq, ne gjithë si staf ishim, wow, super, way to go, bravo. Po që edhe na atë ne kemi parë çlirim, domethënë vërtet shohim që njerëzit po japim, ne nuk i njohim disa edhe ato po japin anën mban botës. Po ka qenë unike siç tha Stevie që është një gjë që t'i jep gëzim edhe t'i jep atë jetë, domethënë që wow, kjo është ajo çfarë ne duhet bëjmë. Edhe vërtet ka qenë kohë shumë e bukur sepse ka pasur edhe shumë gjëra backstage, gjëra që ndodhin brapa skenës, ne po bëjmë edhe në fakt janë më të bukura, ato që ndodhin brapa skenës janë shumë japin shumë si thua shije ose shumë bukuri gjithë gjës. Ne kur shohim domethënë përpara është diçka e bukur, por mbrapa është ajo që duhet marrim njerëz nga aeroporte, duhet bëjmë logjistikën, media, duhet të takojmë me pastor, Sti takohet me shumë pastor. Edhe unë do t'i bashkojmë shumë asaj që duhet takoj çdo pastor të mundshëm në Shqipëri. Edhe ka shumë gjëra, duke shkuar te banka, okay, do paguajmë këtë, do marrim këtë. Okay, do bëjmë drive këto Sani, Kadi, kemi dy makina, që sound equipments, çdo instrument që duhet ta çojmë, GX Store, shumë evente në përsheshe, kemi 7 ka shumë gjëra organizimi. Po që, domethënë, mbi gjithë këto është thjesht fun, është super, sepse po e bëjmë për Zotin edhe kjo është më e rëndësishmja. Aty ku Zoti drejton, aty Zoti dhe siguron. Gjithmonë. Është vërtet. Edhe domethënë ne kemi parë se si Zoti ka siguruar nga mënyra më të ndryshme, po kur ti she ndonjëherë edhe vlera monetare të plotësuara dhe kupton se çfarë Zoti shërbejmë, i kupton se sa kuptojmë edhe se sa rrit që kemi atin ton. Amen. Është shumë vërtet. Është shumë vërtet sepse fjala e tij thotë që qielli, domethënë themelet e ndërtesave që janë atje janë bërë me gur të çmuar. Dhe për Perëndin, asnjë gjë që ti kërkon nuk është shumë e madhe për të. Nuk është big deal for him, nuk është e pamundur. Ai mezi për të t'i jap, is like yours, a do ta marrësh? Do you want to have it? E kam për ty, ja ku e kam. Edhe it comes në mënyra nga më të ndryshme, edhe vjen nga burime që ty thua, erdhi? Po si erdhi? Po nga erdhi dhe në fund të ditës nuk e di se sa erdhi, po e di që erdhi. Dhe e ke përpara. Një dëshmi shumë e gjallë për ne, ishte para ca javësh, ne nuk është se kishim asgjë në bank që po vinte. Ishim o Zot, ishim shumë stresuar, po erdhi vetëm një donacion që na ngriti pak a shumë gjithëve. Besoj mund ta them kur pa bankën ishte një kështu, domethënë që ishte $20,000, $20,000 që erdhi, gjithë oh wow, thank you Jesus, faleminderit Zot. Kështu që vërtet po shohim shumë breakthrough, çlirim, domethënë edhe në atë pjesën e, sepse siç the, aty është një atë i pasur. Po. Shumë e vërtet. Our Father is rich. Ai është shumë i pasur, saqë nuk do që fëmijët siç na çojnë ne prindit në shkollë, ato thonë, "Okay, merr edhe këtë, ashtu është edhe aty ynë." Edhe ai kujdeset për ne. Çfarë un kam vënë re, është një gjë që më pëlqen shumë, edhe kur e shoh them Zoti, sepse sa ndonjëherë Zoti, domethënë në momentin që një besimtar nuk i bindet, ai merr një
unbeliever to do atë që besimtari nuk e bëri because he didn't obey. Dhe ndonjëherë ndoshta ne na që shohim, presim nga situashtanët, po presim që të na sjellë ky, ose po presim që të na sjellë ai, dhe vjen një person që ndoshta s'ka lidhje fare dhe thua, po ti nga erdhe, më kupton? Po thjesht ai është duke u bind zërit Perëndis, po nuk e di se çfarë po i bindet. Ai thjesht duke u bindur, dhe këto them, me thënë të vërtetën, janë ato që mua më bëjnë më shumë përshtypje, më pëlqejnë më shumë, sepse them, ja Zoti. Ose shife Zoti. Edhe ai kur e bën diçka e sjell gjithmonë me një mesazh. Dhe kur vjen thot, a thash, ja ku e ke. Ose çat kam thënë, atë kam drejtuar bëje e bëre. Ja ta solla. Edhe një ndër ato mësuesit tanë që ne kemi një shkollë dishepullizimi, ai quhet Dan Bauman. Edhe ai thot vetëm 3 gjëra që ai konsideron shumë të mëdha në jetën e tij. Wake up, obey God and go to bed. Ço bindu Zotit edhe shkofli. Edhe ato kanë ngelur edhe në zemrën tim që do të çohem, vetëm do e bindjem zërit atij, çfarë do thot ai, edhe pastaj do shkoj të flej gjumë. Edhe përsëri. That's right. This is so, that means I think we love doing these sort of things in such a way that we hope that others see that, hey, this is not for like the pastors or for those that are like spiritually elite or that have gone through seminary, but this is for every single believer that knows that God is their Father, and is their Savior. He's also their leader, and that they can follow him and actually really make a difference. Yeah. Because of who he is. Yeah. It's simple. Just he leads, we follow, he does great things. And that's super fun. A ishte vështirë në fillim të bindeshit kësaj fjale që morët? Sepse për ta bërë për masa të mëdhaja ne kuptuam, ne sa po folëm se ç'a duhet, edhe është vështirë për mendjet njerëzore që të thotë, do e bëjmë. For me, I think I don't know, maybe it's just the way that God has wired me. But when I first heard it, I was like, let's do this. Yeah. Like, this sounds awesome. Yeah. And then, but I would also say this, is that it's a beautiful thing. It's a beautiful thing to listen to God in community with friends, the best that you can. Sometimes I know we don't always have people around us, but if you do, share it with others and then let them be part of it. And I think it was so cool as we shared vision and shared our heart. I was sharing some of this with the team and then inviting them in to say, hey guys, what is God speaking to you? Yeah. And as they would then share, it just builds up the faith of everyone in the room, because you all are like, I think we're all hearing the same thing. Yeah. We're all getting a different angle or different piece of the puzzle. And then as it comes together, you listen to one another, you're like, this is the Lord. Yeah. We can take this on. I know this is bigger than us, but we can make this work. This made the difference. So to say it was hard, I don't know if it's necessarily hard. I think there was an excitement. I think it can be, that's normal for it to be hard. Yeah. But I think what made the difference was having a team and having community as well to hear God together. Yeah. I want to emphasize a bit on this, sepse rëndësia e të pasurit miq dhe një komunitet në Perëndin është shumë tepër e rëndësishme. Ne shohim kur Jezusi shëroi njeriu që nuk e se dot, atë kush e çoi? E çuan miqtë e tij. Edhe ne marrim një mësim që sa rëndësishme që ta rrethojmë veten me njerëz që dëgjojnë nga Perëndia, që marrin fjalë nga Perëndia, dhe njerëz që nuk kanë frikë të thonë të vërtetën. Këtë e kapëm mirë, kjo nuk është kështu. Ndryshoj këtë gjë për shembull. Ose ti e dëgjova këtë gjë, unë dëgjova të njëjtën gjë. Hajta bëjmë, let's do it. Ose unë mora këtë, ti more këtë, si ta rregullojmë. Unë punoj këtu, ti punon atje, dhe prandaj është kaq e rëndësishme që ta rrethojmë veten tonë me njerëz që kanë një marrëdhënie me Perëndin. Yes, dhe me njerëz që shkojnë kish, me njerëz me një shoqëri të krishterë, dhe jo vetëm që ndikojmë njëri tjetrin, po për më mirë, por dhe rritemi vetë, sepse mësojmë nga njëri tjetri. Edhe kjo ka qenë një ndër gjërat më unike. Domethënë ne shohim të skuadra, si është ai vizionar që vjen këtu dhe thotë, ky është vizioni, po me atë gëzimin edhe me atë që na mirëpret gjithëve, edhe është ajo dera hapur që
edhe unë mund bëjmë pjesë ati vizioni. Edhe unë mund të vendos diçka, mund të sjell diçka te kjo pjesa. Dhe kjo ka qenë ajo gjë më unike që ne jemi 35 veta staf, 10 kombet ndryshme dhe vërtet gjithsecili domethënë teksa lutet sjell një pjesë të vogël, siç e tha Stivi që është ai pauzë shumë i madh, që ne nuk e dim se si do të duket në fund, po vetëm me atë ndimin e njëri tjetrit, ne shohim që ai bën shumë mirë këtë, unë bëj shumë mirë këtë. Kur i kombinojmë, do dalë diçka shumë e bukur edhe. Edhe kjo është edhe për mua që jam si i ri, domethënë për ne që jemi si të rinë, domethënë, është ajo që the ti me kë po e rrethojmë veten. Kush janë ato miqt, për shembull siç kemi thënë jetë e vjeta shqiptare, me kë rri, më thua me kë rri, të them si je, kush je ti. Shumë mendoj është e rëndësishme se me kë ne qëndrojmë, sepse ashtu do bëhemi. Në qoftë se unë rri me Steven, that's great, ajo është super, se unë po marr akoma më shumë vizion, edhe ajo më ndihmon akoma më shumë mua në jetën time. Që po është shumë unike, është shumë e bukur. Gëzimi është një fryt i frymës. Dhe unë personalisht, sepse më pëlqeu ajo që thatë më përpara, që kur ne we approached këtë gjë, shkuam shumë gëzim ndaj kësaj gjëje. Ishim, domethënë, e dim që kemi këto sfida dhe e dim që domethënë duket pak në të natyrshme duket e pamundur për të arritur në këtë periudhë kohe, ama kemi gëzim që e dim që do funksionoj, kemi gëzim, do e shohim përpara me gëzim situatën. Dhe dua t'ju pyes sa rëndësishëm është gëzimi në jetën tonë, edhe se si ne we approach gjërat me gëzim, dhe se si nëpërmjet gëzimit ne lejmë Perëndin që të futet edhe të punoj. Joy is very important. I heard someone say that joy is serious business to God. Yes. And that it's not like a side gift. That person just doesn't have joy, but they've got the other things, you know. No, actually we all need joy. Yes. We all need joy. We all need love. We all need peace. We all need patience. Yeah. All fruit of the Spirit, we need them all. Yeah. And I think there's a reality though that the joy, the carriers of joy in the midst of even hardship declares a praise to the Lord that I think is really special. Like, but he gives, he's like, they're keeping the joy even when I'm giving them something difficult, I think is an amazing testimony. And it's very, very important. But I think we can't make it happen. We can't manufacture it. But we can say, Holy Spirit, fill me up. You are the joy giver. Amen. We give way to your presence, your ways of doing it, and trusting you. I think we lose joy when we start to put trust in ourselves, or we look at the situation, or we look at the circumstances, and we don't look at him. Yeah. When we look at him, all the joy is there. Yeah. You know? Yeah. So. Po. Edhe një ndër mësimet më të mëdha që unë po mësoj tani është si walk the opposite spirit, që të ecësh kundrejt frymës, domethënë nëse për shembull Stevie është i mërzit, you know, unë s'do ecë në të mërzitjen, unë do e sjell, domethënë nuk po e them për Stevie personalisht, po nëse bota për shembull, you know, se di si doja dili me këtë, you know, unë nuk do i bashkoj mendimeve, you know, kam atë gëzimin Perëndin që kjo do ndodh. Domethënë të ecësh kundrejt frymës, qoftë armiku do sjell këtë një frymë mërzitie, një frymë që nuk doja dalësh, diskurajimi, kjo nuk është ajo si na ka krijuar Zoti. Ne na ka krijuar që të kemi gëzimin, dashurinë e Perëndis, edhe gjithë frytet e frymës, edhe kur jemi gjatë rrugëve, vetëm qeshim, edhe kur ose just fun, vetëm po bëjmë gallat edhe po kalojmë kohë mirë me njëri tjetrin, edhe vetëm kur vin shqiptarët, pse po qesh, janë shumë të interesuar, janë çka ka ndodhur, pse tërhiqen domethënë nga ajo gjë, sepse nga ajo gjë po buron e Perëndia. Edhe unë mbaj mend pata një kështu takime i shqiptar, tha, ore, po ju jeni shumë ndryshe, tha, se di jeni si copy paste, keni këtë gëzimin që nuk po e kuptoj dot se ç'a është. Edhe tha, ku ta mësoj këtë? Si mund ta mësoj? Si mund ta kem edhe unë këtë gëzimin? Po, është thjesht nga lutje, thjesht nga ajo thjesht kur ti shkon te këmbë
të Jezusit, ku po e merr atë energjinë. Po. Edhe është siç ajo që thash Stivi që, nga i vijnë gjitha këto gjëra. Me që e preke si tem në lidhje me gëzimin, ti duhet të kesh diçka ose ne si besimtar, çfarë kemi ne si besimtar që i tërheqim njerëzit të vinë? Çfarë kemi ne si besimtar që njerëzit na shohin dhe thonë unë dua të jem si ai, ose unë dua të jem si ajo, ka diçka me atë që unë se kam, po unë dua ta kem. Edhe unë jam përpjekur ta kem, po nuk e di se çka ka diçka. Dhe ne shohim Jezusi ishte gjithmonë kundër rrymës. Po. Do të thënë Jezusi ishte gjithmonë the opposite side. Dhe gjërat ndonjëherë për botën dukeshin çuditshme, po çfarë po bën? Dhe ku po shkon, e kupton? Ore ku po shkon, çfarë po bën? Ndërkohë që ai ne shohim në Bibël që he knew very well se ku po shkonte. Ishte shumë i qartë në atë që po bënte. Dhe të kesh gëzim, domethënë të kesh forcë, sepse të kesh gëzim është të kesh qartësi, clarity që ku po shkoj, çfarë po bëj, kujt po i shërbej dhe nga çfarë jam shpëtuar. Dhe madje sa është fresh kjo gjë sepse ishte predikim edhe pastori po na predikonte, por ajo që mbajti Jezusi në Getsemani ishte ai ai u gëzua për të ardhmen që unë i kam ta ndoj shpëtoj, domethënë këta mbite mi. Dhe gëzimi është një gjë kaq e rëndësishme, është gëzimi i bën ball shumë gjërave, shumë sfidave që vijnë. Edhe ti nuk i ndjen sfidat në momentin që ti zgjedh, unë sot do gëzohem, unë sot I choose joy. Edhe ndonjëherë nuk të vjen të qeshësh, ndonjëherë jam te dera shtëpisë dhe them kam një ditë shumë të lodhshme dhe them I choose joy. Dhe në momentin që ti zgjedh gëzim, i jep Zotit akses të lirë të hyj dhe ta rregulloj atë situatën tënde, atë problemin që ti ke. I hap derën Zotit që okay, ti tani le mua të futem. Edhe mendoj që në një farë mënyrë kjo gjë ju ka mbajt. Edhe mendoj që shumë gjëra ndoshta edhe nuk i keni ndje, sepse keni qenë në gëzim. Dhe kur je në gëzim gjërat nuk i ndjen, nuk i vun aq shumë sa mund t'i vuajë ndërkohë që je në o Zot çfarë do bëj, o Zot si do e zgjidh. That's so good. Unë mbaj mend me Steven kur e kam takuar për herë të parë, edhe para se ti bashkohesh te skuadrës. Shoh këto orë janë qeshur, kalojnë mirë me njëri tjetrin. Domethënë, unë që para se t'ja jepja 100% veten Jezusit, nuk e kisha atë. Nuk e kisha atë gëzim, nuk e kisha atë që wow. Po kur i pash ato thash, edhe këto kanë diçka që unë nuk e kisha, edhe pse shkoja në kish. Jam njëri i gëzueshëm, por kur pash ato, e thash, okay, ka diçka. Ka një gjë që më mungon, po ka një gjë që edhe unë aty kuptova që është fryma e shenjtë. Edhe Jezusi siç theti, çfarë bënte ai shkonte me event, po ai kur shkonte me event, ai po shkonte te ati, ai ulte te këmbët e ati. Nëse vinin turmat, çfarë bënte Jezusi, u largonte. Edhe kur shkonte te ati, shkonte vetëm të lutej, shkonte sepse ishte burimi ku ai merrte gjithat gëzimin, ishte burimi ku ai merrte gjithat, po jo vetëm të shkojmë atje për të marrë, por të shkojmë atje vetëm për të qëndruar, domethënë tek ai. E pastaj është ata që mirë se që ai na i dhuron këto, ai na jep këto. Që unë mendoj është ajo që të shkojmë te këmbët e Jezusit, edhe te ajo pastaj do burojnë këto gjërat e tjera që ne shohim te njerëzit, frymë shenjtë, edhe është ajo gjë që i tërheq. Kur një person na shef ose edhe ty, kur ato të shohin ty, thotë, "Oh wow, Elena është shumë e gëzueshme." Faktikisht është fryma shenjtë që po punon tek ty ose tek unë, edhe që po e bën atë personin tjetër të tërheqet tek ty. Edhe kjo është ajo që, po tërheqem, edhe është fryma shenjtë që po e tërheq atë tek ty. Joy is a person. His name is Jesus. Amen. And the more that we are just realizing that it's Christ in us, the hope of glory, it's Christ who is in us, it's the joy who is in us, it's the peace who is in us, it's the patience who is in us. And I think our heart is that no matter what, we just, our focus and our desire is Him, you know? So He brings it all. He brings all the life that we need. Shumë e vërtet. Në mbyllje të programit, desha t'ju pyesja në fakt, ne po afrohet data më 2 maj te Pallati i Kongreseve, dhe unë e di që dhe unë e di që ju jeni lut shumë për këtë gjë dhe keni bërë shumë lutje, edhe puna që ju keni bërë, keni shkuar në përfunde të ndryshme,
edhe ungjilli po përpiqemi të hapim ungjillin. Mund të na tregoni pak mund të them vizionin dhe zemrën mbas gjithë këtij organizimi, kësaj konference, kësaj date që po na afrohet tani? Yeah. Yeah, the vision behind this and the heart behind this is, it really came out of a real sense that I believe God spoke back in 2000, for me personally, in 2018, before I moved to Albania. And then as I shared this vision that God spoke to my heart in 2018 with others, it resonated in other people's hearts. And so I really have felt that, okay, the vision of the heart behind all the work, all the prayer really comes out of just God's great dream over the people of Albania. Yeah. Like he looks at them and he sees them as a people filled with hope, filled with purpose, filled with a destiny to reach the nations. Yeah. And so I had this experience back in 2018 where I was reading a book about a missionary that had been in Albania. And this missionary had been here in the height of the communist era. Right? Yeah. So I read this book about her experience. It was a very difficult experience, but really powerful. Yeah. I put the book down and prayed, just in a time with the Lord. And I'm praying about moving to Albania as well. I'm living in the States, in America at the time. And I'm thinking, oh, soon me and my family are going to move to Albania. Yeah. And here I'm reading this book. I'm like, Lord, what are you saying? What are you doing? Close my eyes. I feel like God speaks to me. Shows me a picture. I see a map of Albania, right? Before in my mind's eye, like spiritually speaking. I see this map of Albania. And then out of the map, I see all these birds begin to fly out of the map of Albania. And then I see a hand placing like this piece of paper, which on the paper is written hope. And he's placing that piece of paper in the mouths of the birds. And then the birds are carrying that hope, that word hope, to the nations east of Albania. Yeah. So, well, that's pretty cool. I'm thinking like as I'm listening to God, I'm like, wow, that's really neat. And then as I move here, I realize, oh my goodness, this is the opposite storyline that is happening in this generation. Yeah. Wow. So many of this generation are saying, I don't know where I find hope. I feel kind of hopeless, kind of trapped. Pressure's on to provide for family. Pressure's on to make something of my life. I don't see a lot of opportunity here. I should probably go to Germany, Yeah. US, England, switch me passports. What are you doing here in Albania? Yeah. I'll switch you, Yeah. But then as I'm talking to these young people, I'm like, wow, do you know that your hope is way bigger than all of that? Yeah. It's way bigger than your passport. It's way bigger than what's in your bank account. Yeah. It's way bigger than what your current situation is. Yeah. You have a living hope that literally conquered death. Yeah. Amen. And loves you so much that he took your death for you. Yeah. The creator of the universe loves you and sees you. And just this realization that God wants to fill this generation up with hope here and now, purpose here and now. And then they would go with that, whether it's to being a missionary in Turkey or Azerbaijan, or being a missionary in the sphere of education, or a doctor in Shqipëria or in Kosovo. But they would carry that reality in their heart. Yeah. That I am in it with Jesus. He's leading the way and I am on mission with him. And so the whole reason we're organizing this is that we're believing that this is the storyline for this generation. Yeah. And that God is doing that in the church. He's speaking that to other believers. He's speaking that to pastors. He's speaking that to other people, young people around. And the more that we share that, the more that we communicate that with one another, the more that we begin to link arms and say, this will be our story. This is how we're gonna believe for this. Yeah. We're gonna stand for this. Yeah. And so we would create just an event, but it's way bigger than an event. It's a storyline. Yeah. The event is just helping make louder the message. Yeah. But the goal is really
a movement. The Yeah. goal is really people linking arms and saying, hey, we're in this. Yeah. Amen. God is going to rewrite the story over Albania, a nation that has been oppressed and captured many times. Yeah. Roman Empire, Byzantine Empire, Ottoman Empire, communism. Yeah. But that in this time where there is freedom, it's time to rise up. And we've been saying this, arise and shine. Arise and Yeah. shine. For your Grill light dhe is come. shkëlqe. Yeah. And we Amen. really believe that. And so this is Amen. this is the heart behind what we're doing. Yeah. Isaia, po. Ngrill dhe shkëlqe sepse dita jote ka ardhur. Faleminderit shumë që erdhët sot dhe e sjova shumë kohën me juve. Me të vërtet është ka shpresë për ne. Amen. E me gjithë se ne gjëm njerëzit që thonë, që flasin, dhe kjo është shumë, mund të them shumë evil, sepse satani do që të thotë, ne nuk bëhemi, ne nuk bëhemi, ne nuk bëhemi, ne nuk bëhemi. Dhe kjo është fjalia që mua më bezdis më shumë. Yeah. Ne nuk bëhemi, jo ne bëhemi. Ama Po ne do bëhemi, bëhemi po bëhemi. dhe ka shumë shpresë për të ardhmen. Amen. Dhe Amen. jam thjesht shumë e falendëruese Zotit që jemi në një periudhë të tillë kohe që Zoti na ka hapur syt që të shohim çka ka përpara nesh, Po. edhe të dimë si të funksionojmë. Faleminderit shumë që ishit me ne sot në studio, e vlerësoj shumë. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, shpresoj që të keni kaluar një javë sa më të mirë, ne bashkë do të jemi radhës tjetër. Shumë bekime.